U çova sot në mëngjes dhe mbrëm, nga që isha me një dhimbje koke, nuk kam bërë asnjë punë, e kisha lënë lëmsh komplet dhomën e ndenjes, e kisha lënë lëmsh komplet kuzhinën. Dhe erdha sot në mëngjes dhe kuptova dhe kujtova që një sekond, nëse ne nuk kujdesemi që energjinë e një dite më parë ta pastrojmë në mbrëmje, ta shkarkojmë nga vetja, ne e marrim të njëjtën ngarkesë pa kuptim, të një dite më parë e marrim dhe sot. Pra praktikisht, sikurse është me ato enet e palara. Sot është një ditë e re, pse duhet unë të laj ato enet ditës më parë? Pse duhet unë të nuhas atë aromën e pakëndshme të tyre, të shikoj atë pamjen e pakëndshme të një dite më parë? Pse duhet të zgjojmë në mëngjes të vinë në një rrëmuj këtu kur mund të vinë në një vend të pastër në energji të re? E njëjta gjë me mendimet tona, me energjinë tonë, nëse ti një natë më parë nuk e shkarkon nga trupi, shkarkoje më plotësisht nga trupi, nga mendja. Gjitha broçkullat, mërzitjet, zhgënjimet, keqkuptimet, mendimet negative, frikrat, pasigurit të një dite më parë, po nuk i le aty, do i marrësh me vete ditë pas dite. Kështu që frymëzon nga anët e mia të palara, mos bëj të njëjtën gjë me mendimet e tua negative. Shkarko çdo gjë që i takon kësaj dite dhe nise të nesërmen me energji të re. Tani ka të pastroj zhullin e dieshëm. Koka bën, koka pëson, ka thënë populli.